Sot është dita e 8 marsit, dita ndërkombëtare e gruas. Në shumë vende të botës, kjo është një ditë proteste dhe shoqatat e grave për të drejtat e tyre dhe dhunën kundër grave protestojnë. Mirë po në Elbasan, gratë edhe këtë vit kanë zgjedhur të festojnë. Me tufalulesh në duar, ato shprehen për televizionin ton, edhe pse e dinë që kjo ditë duhet të jetë një ditë proteste për të mbrojtur të drejtat e tyre, ato sërish nuk arrin të gjejnë mbështetjen e duhur për të organizuar dhe protestuar. Duhet kishte protesta, po gratë tona janë të mbyllura se ju shkelet gjithmonë e drejta. Po pse ju shkelet? Shkelet se duhet ta kërkojmë, po ku ta gjesh? Kemi shumë probleme dhe si zgjedhim dot. Shumë, në asnjë vend, zyrat një nuk funksionojnë fare. Duhesh të ngrihesh sot gratë, për të stoshin gratë gjitha, po në Shqipëri nuk i bëjmë të gjëra birë. Është normale që duhet bërë, po neve e festojmë ndryshe. Gratë shprehen se edhe në Shqipëri sot duhet të ishte ditë proteste dhe se shoqatat e grave duhet të organizonin një të tillë. Gjithashtu gratë thonë se janë të pakënaqura edhe nga të zgjedhurat që i përfaqësojnë në parlament. Deputetet kujtohen për to vetëm në fushatat elektorale, duke bërë të njëjtën gjë si burrat. Ndërmjet shoqatave të gravet, që janë deputete, janë për institucione të larta. A kanë ardhur gratë që janë deputete sot për shembull në Elbasan që t'ju përkrajnë apo Ku bëhet fjalë shpirtitetës. Ne kemi kaq vite spyt njëri se ku jeton e ku ha. Vetëm vuajmë, e shikon vetë me çfarë po merrem. Vetëm vuajnë. Vetëm vinë 2 ditë për shembull që kanë votat që unë nuk i përkrah fare në ato momente. Fare ta them me sinqeritet, ja po ta them kështu shqeto. Të vinë 2 ditë në vit që kërkojnë votat e popullit o gjuna. Urojmë gjithë nënat të jenë të lumtura. Në mbar Shqipërinë dhe gjithë botën gëzuar 8 marsit. Në këtë ditë gratë në Elbasan kanë marrë tufa me lule dhe dhurata nga bashkëshortët, fëmijët dhe të afërmit e tyre. Ato kanë zgjedhur të festojnë me shoqet në restorante dhe lokale.